Besimtarët ortodoks të pakicës serbo-malazeze kremtuan festën e Krishtlindjes në kishën e Shën Trinis në fshatin Vrak të Majsisë Somale. Ceremonia fetare u zhvillua në një atmosferë solemniteti dhe lutjeje, duke bashkuar anëtarët e komunitetit për të shënuar një nga festat më të rëndësishme të besimit të tyre. Krishtlindja është festa më e rëndësishme për komunitetin ton, u shpreh përfaqësuesi i pakicës serbo-malazeze Jakoja, i cili theksoi gjithashtu se kjo ditë mbart vlera të veçanta shpirtërore dhe tradicionale për besimtarët ortodoks. Disa grupe ortodoksisht që janë në Shqipëri e festojnë në sipas kalendarit vjetër festat fetare, si për shembull Krishtlindjet, vitin e ri dhe rilindjen e Krishtit. Edhe na jena të vonum, po thoj se 2 javë mas atyre dhe na vazhdimisht me demokraci kena riaktivizu prap çështjen e besimit fetar. Në fjalën e tij, Jakoja vlerësoi edhe kushtet në të cilat jeton pakica serbo-malazeze në Shqipëri, duke nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së identitetit kulturor dhe fetar ndër breza. Na s'kena problematikë, na vetë po kena problem, kena me organizu këta edhe një farë mënyrë me përmirësu kushtet që i shërbim njerëzve na. Vitet e fundit është vërejtur një tkurrje e numrit të banorëve të komunitetit serbo-malazez si pasojë e emigrimit drejt vendeve të tjera në kërkim të një jete më të mirë.